Në orën 9:30 ish kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i mbërriti në gjykatën kushtetuese i shoqëruar nga forcat e policisë. Forca Lali! Ka shkelur i Tirana kushtetutën shkarkimit tuaj? Velia i kërkon nga gjyqtarët kushtetues rrëzimin e vendimit të qeverisë për shkarkimin e tij dhe rrëzimin e dekretit të presidentit për shpalljen e datës së zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Erion Velia i foli për herë të parë në publik prej shkurtit kur u arrestua, duke shpjeguar para gjyqtarëve se një kryetar bashkie mund të shkarkohet vetëm për shkelje të rënd të kushtetutës dhe mungesa e tij në detyrë prej 9 muajsh nuk është e tillë. Si mund të quhet shkelje? Mungesa një kryetari bashkie që është fizikisht i ndaluar nga vetë organet e shtetit në bazë të një vendimi që nuk është i formës prerë. Dhe besoj që gjykata kushtetuese dhe Komisioni i Venecias, siç u relatua edhe nga avokati, flasin qartazi për akte të tilla. A mos vallë duam që ta legjitimojmë idenë se çdo funksionar i zgjedhur mund të largohet nga detyra përmes një arrestimi të përkohshëm, pa vendim fajësie, duke ja marrë popullin mandatin që ai vetë ja ka dhënë këtij individi? Velia në betejën e tij kundër qeverisë drejtuar nga kryeministri Edi Rama deklaroi se shkarkimi i tij për shkak se ndodhet në burg është fyese, veçanërisht sepse vjen nga bashkëpunëtorët e tij. Nuk isha se si të më fynin më rënd se kaq. Domethënë ka qenë fyrja më e rëndë e izësime publike dhe këtë thot dikush që ka dëgjuar fyrje dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fyrja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi. Nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër dhe që nuk denjuan as të më ftonin, as të më njoftonin, as të më dëgjonin. Zoti i falt. Lutem çdo natë për ta dhe them Zot fali se nuk din ç'kam bërë me atë vendim. Sipas Veliajt, shkarkimi i tij është politik dhe jo ligjor, e është këmban alarmi për të gjithë të zgjedhurit. Nëse kjo pranohet, atëherë ta themi hapur sot, çdo mandat i zgjedhur nuk është më një garanci e sovranitetit qytetar, por është një leje, është një patent, është një licencë që mund të hiqet në çdo kohë në varësi të vullnetit politik. Nëse ne pranojmë një gjë të tillë, atëherë parimi i prezumimit të pafajësisë e humbet totalisht kuptimin. Përballë argumentave të Veliajt dhe juristët e kryeministrisë theksuan se ai është shkarkuar për shkak të mungesës në detyrë prej më shumë se 3 muajsh dhe nuk ka të drejtë të ankohet në gjykatën kushtetuese. Siç edhe e kemi argumentuar në mënyrë të përsëritur, mungesa 3 mujore nuk është shkelje rënd dhe nuk ka të bëjë me nenin 115 kushtetutës, si dhe delegimi i kompetencës nuk zgjidh problemin e lindjen e paraqitur në këtë rast. Ndërsa Ilir Rusmali nga institucioni i presidentit argumentoi se gjykata nuk ka kompetencë për të shqyrtuar ankimin e Veliajt. Në raport me dekretin, dhe praktikisht do të përballeni me faktin se nuk është çështje e lidhur, nuk është se do bie i pari, vendimi i parë bie dhe i dyti. Do të përballeni me faktin që ju po merrin në shqyrtim dhe po vendosni fatin e një akti administrativ, kur kushtetuta nuk ja u lejon këtë. Në 23 shtator, Këshilli Bashkiak i Tiranës i propozoi Këshillit të Ministrave shkarkimin e Veliajt nga detyra kryetarit të bashkisë më të madhe të vendit. 2 ditë më vonë, vendimi u miratua nga qeveria dhe presidenti i Republikës caktoi 9 nëntorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve në kryeqytet. Velia u drejtua gjykatës kushtetuese, e cila pezulloi dekretin presidencial. Ish kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia u arrestua në datë 10 shkurt dhe mbi të rëndojnë akuzat për korrupsion, fshehje të pasurisë, futje të sendeve të palishme në burg.